Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falendrojmë Allahun e madhruar dhe bimë salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij të nderuar, mbi familjen e tij shumë të respektuar dhe mbi të gjithë ata muslimanë të cilët rrugën e atyre burrave të mëdhej kanë trasuar deri në këtë ditë të sotit dhe deri në ditën e kiametit. Allah i mëshiroft muslimanët kurdo që kanë qenë i pasmëshiruar dhe i mëshiroft këta kudo që janë dhe i mëshiroft ata të cilët do të vinë në të ardhmen derisa të vijë fundi kësaj dynjaje. E çdo gjë në këtë dynja ka fund, siç ka thënë Allahu, kullu man alejha fan, krejt çdo gjë në mënyrë absolute, ama bashkë çdo gjë do të shkatërrohet, do të merr fund. Ligjit e Zotit dohet me shku në vend, pra edhe njerëzit dohet me vdek, gjenerat pas gjenerate, sa gjenerata kanë qenë para nesh, ku janë ata sot? Çka thon Allahu fahal tara lahum min baqiya, ku kanë met ata? A kanë ndonjë gjurmë dhe ku kanë met? Ku janë ata njerëz? Kanë shkuar, kanë qenë të mëdhej, gjigante, kanë jetu gjatë, tjere. Edhe ne jemi pjesë e kësaj historie, andaj edhe ne duhet të shkojmë të Zoti jon e të lëshojmë vend të tjerëve, të cilët do të vinë pas nesh, dhe të tjerë të vinë të tjerë, gjenerat pas gjenerate, derisa të vijë fundi i dynjas, dhe vija koha me i frye Israfili surit La ilaha illallah, fasaiqa man fis samawati wal ard, dhe i bie të fikt nga brime madhe, zhurme madhe, boris surit të gjithë banorëve të qiejve dhe të tokës illa men sha Allah, përpas atyre që adon Allah azza wa jall. Dhe pastaj kiameti, mas kiametit, ringjallja e çka bë Zoti me neve pasha madhërinë e tij nuk e dim, në mëshirën e tij, në rahmetin e tij, ana mëshiron e na fal, e na shpërblen për punë sa do të vogla që i kemi bë, dhe na thot urdhroni hyni në xhenetet e mia, të cilat ua kam përgatitur për ju, apo ndodhe kundërta, wal iyadhu billah, Allahu na ruaj. Njeriu po të mendoj për të ardhmen, wallahi, thihet shumë shpejt. Dhe se mërmania, as me hangar, as me pi, as me kënaqjet mirave të dynjas. Pra ta ka thënë i bekuar sallallahu alaihi wasallam, shayyabatni uhudun wa khawatuha, kanë thije, kanë zbar, suret Hud dhe motrat e saj, ka për qëllim ai i bekuar, siç kanë thënë ulemaja, disa kaptina sure të Kuranit, të cilat flasin edhe për përgjegjësinë e madhe që ka njeriu, emanetin e madh që ka në këtë dynja, sepse wallahi nuk ka dalë thjesht me hangër e me pi, por ka dalë me kry një emanet madh, dhe për përmbajtjen e këtyre sureve apo atyre sureve të sënuara nga vështërsitë e mëdha me të cilat të ballafaqohen njerëzimi në të ardhmen, veçanti kur dalemi para Zotit xhalla shanuhu, ku Allahu e përshkruan ditën e kiametit gjëra gjatë. Allahu na forcoft atë ditë madhe, ja Rabbel Alamin, e na ringjall me ftyrat bardha e jo me ftyrat zeza,
e na dhash librin nga e djathta e jo nga e majta, e na lehtësoft llogarin, na forcoft kam të mbi sirat me kalu e orën e siratit la ilahe illallah, për të cilën ka ardhur se është më e hollë, më e hollë se qimja e flokit dhe më e prehtë se sa tehi i shpatës, nën te është xhehenemi, ndërsa në fillim të saj janë me laqet me grepa, litar me grepa, të cilat i ngrehin, i kapin, i tërhiqin ata të cilat nuk janë të lejuar me kalu e siratin, i ngrehin dhe prej si larti gjun xhehenem, o Zoti jon. Mëshirana forcana kont ja Rabbel Alemin në sirat, e pa kalu siratin nuk ka sigurim, nuk ka siguri, e pasit kalohet sirati, mbetet xhehenemi mrapa, mbetet mahshir vend të bimi mrapa, dhe çlirohet muslimani, dhe e pret momentin me ju hap dyrë të gjenetit e mu futen to. Allahu na bëft prej atyre që i shijojnë të mirat e gjenetit. Allahu na bëft prej atyre që wa bën haram zjarmin e xhehenemit, ja Rabbel Alemin. O Zoti jon, bëna haram xhehenemin, ja Allah, ja Kerimu, ja Rahmanu, ja Rahim. Bëna haram xhehenemin neve dhe prindve ton, e prindve ton, dhe të gjithë atyre muslimanëve të cilët kanë vdekur duke të besuar ty, o Zot, se je një, Muhammedin pejgamber të ti, dhe pejgamber të tjerë që kanë qenë më herët, ditën e gjykimit hak, gjenetin dhe xhehenemin hak. Allahumma amin. Të dashurit e mi, pas kësaj hyrjeje, kthehemi tek pyetjet e juaja të cilat kanë ardhur nga derti i madh që e keni për dinin e Zotit. E të lumet, ju të lumet që keni der të dinit, e Allahu Azza wa Jall i dan musliman që kanë dertin e dinit, i dan musliman të cilët mundohen të jetojnë me islam, të jetojnë brenda fjales la ilahe illallah, të jetojnë me këtë fjalë dhe të vdesin me këtë fjalë. E Allahu Azza wa Jall ka thanë fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni jo ata që din, nëse jo diçka nuk dini, e juve po a merr mendja se ne dim diçka, e ne në realitet dim shumë pak, por mirësia, modestia juve është ajo e cila na vlerëson neve se dim diçka, në realitet dia jonë është shumë e vogël dhe e pakt. Allahu na shtoft bereqet në këtë trohë dhe këtë pak dije të vogël që na ka dhënë, e na shtoft bereqet në fjalët dhe veprat e tona dhe të juve të gjithëve natyrisht. Ja Rabbel Alemin, e na i pranoft amelet veprat e mira, na i fal të ligat. Pastaj të ndëruar, pyetja e parë e radhës vjen nga një motër muslimane e cila thot jetoj në Zvicër, e kam vënue mbulesen që 3 muaj lexoj për fe islame shumë. Askush nuk më ka thonë me mbulu vetë dëshira jem ka qenë me mbulu,
jam endame prej burrit, e kam një vajzë 4 vjet, e kam thyje kamën shteti Zvicran, ma kanë ndalu e punën, me kanë pagu 4 muaj, tash po më thojnë me gjetë punë, se jam mirë me shëndet, nuk kam dhimt, por s'po mundem me gjetë punë, nuk po më pranojnë me shami, ish burri me pagu qysh ka thonë gjyqin në Zvicër, me ato pare, a im pagun, me ato pare paguj banesen, tash me duhet paqare me gjetë punë. Qka është mas miri hoqë, për mua të lutëm me këshilla, nuk kam familje në Zvicër, rjetoj vetëm me vajzen, zë qysh me jabo, po më thojnë se hjeke shamin dhe me marë punë, unë nuk mundem me hjeke se e duhe fen islame. Jo, motra jam, shamin nuk bën me hjek, Allahu të forcoftë, ja Rabbi, e të ruajt atë evlad, atë vajzë që e ke, shamin nuk bën me hjek, nuk bën me hjek, nuk ka arsye me hjek shamin, rëzki është ndorë të Allahu të Azza wa Jall, shumë e musliman jam, prej tute se po des uni, jo që e hjek shamin, por edhe namazin e len, bile edhe shumë musliman burra, prej tute se rëzkën dorët njerit, e nuk kanë dorët Zotit, prej frige se kanë me dik uni krejt, ma zëma keq për ta, që i ka bo shejtani për veti, se shejtani i frikson njerëzit me fukarallok. Shejtani frikson njerëzit me fukarallok, me varfëri, për mja hjeshue haramin, thët ma mirë me hunger e me bo haram, e me punu haram, oj shkret, se sa ki me dek uni, që shtë thët a i malkuar, e tutet insani shkret, që e ka imanin e vogël, e len gjuman, e len namazin, motrat zbulohen e hjekin shamin, e ku po jetë dini për i zatë Zotit, e kjo i bie se veç për dynjat punoj me të haj me të pim, e për dinë e falë Zotit se din Zotit ku po jetojnë. Është e vërtet që din Zotit se ku po jetojnë, është e vërtet se Zotit na falë me dashtë. Kjo është me dashtë, nuk o pa qare, rahmetin e ka shumë të madhë, por se edhe dënimin e ka shumë të madhë, dhe Allahu na ka urdhëruar neve që 5 herë nditje të falemi, dhe këtirit na vjen me laqe e vdekjes, me na bo zjaret, me na bo vizit, e aje veç një herë vjen, s'ka nevoj marë 2 herë hyq, se nuk i bjen pishmani, e asë nuk e gabën udhën rrugën, por në vend caktuar, në kohë caktuar, tek personi caktuar, në qastin e caktuar, edhe o kry me sjela i s'kthehet thot, a i me vete e mërë shpirtin tën, edhe ty dhe mu tjesin syt hap të zë, zgurgullohen të ekqyrë shpirtin ka shkan për pjetë. Po, Allahu e ka rëzkin e ndorë të gjdo njeriu, shami nuk bën me hjek. Shtetet Zvicran falë Zotit dhe shtetet shumica e tyre, shtetet evropiane, sociala iman njerëzit që nuk kanë mundësi me punu, sa për me hunger buk, mës me dikuni e ti pun lëp, por jo me hjek shamin. Dhe të ksharën edhe një këshil për fund, mas jam dapi burrit, ki drejtoj motër me gjithë një burr tjetër, ose nëse dykë të frot në të një ferë të mirë, për martes, konsulto me familjen tanë dhe mësë refuza. Pra, shkojmë të pyetja e radhës. Selam aleikum, kam një pyetje, nëse mundesh më përgjigj, a është haram nëse kemi një firmë dhe të marrëm kredit përmes firmes, burri jam është i bindur që nuk është haram dhe nuk ndalet me kredite, nëse mundeni me një përgjigje, Allahu ju shpërblef. Burri yt po mendon se krediti komata nuk është haram. E kush ja dha fatfat burrit ta na bën me ditë, ku e lexoj burri yt,
ku e mësoj burrit këtë fa, ka mur këtë përgjigje, kush e dha atina. E din se prej gjinohve ma të më dhanë këtë dynja është njeriu me bo haramin halal dhe halalin haram. Ka thënë Allahu la taqulu lima tasifu alsinatukum wal kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mos thani me këtë goja të juve kja haram e kja halal, pra me në rrut kundërtën, haramit me thana halal, e halalit haram, li tefteru ala Allahi l-kadhib, sepse pi bëni shpifja Allahut, pra sigur se po thani, je mëra halal e ka bë Zoti, që mëra halal ka bë Zoti, po halal. Këtë jetë rëngë të haram, po është të kundërta, je se pëta kanë aty, po shpifën të Zotit, po të thuj është haram, dhe haram pi grahi, haram pi di, haram pi pi, është ma lehtë, se sa me thonë, nuk është haram. Për atë arsye, dy persona pinë alkohol, të zami. Njëri prej tyre e din që rakia është haram, dhe e pinë haram. Tjetër edhe e pinë, para i thëtë nuk ka haram. Këtë të budol, haram, thëtë nuk ka haram, betë farë haram, nuk ka haram, lëngërushja. Të dhëtë pe pinë njëjtë, dhëtë e kanë këne shishe birë. Cëllë ka ma haram? Që që pini me paka ma shumë, ja ma heqë së më rëndësifën në punën për momentin ajo. Ma haram e ka, a i cili e bën halal. Bila i ka mundësi me dalë për i dini, kret dalë për i dini. Dërsa kjo ka veç haram të madhë. Haram i madhë sa dush i madhë. Amo ju saj. Pse? Se kjo kuptej që haram. Një të njëtë e krediti. Krediti, nëse është pakomat, po është halal, me këste. Por ku ka kredit pakomat? Kalëzëm ti mu, ku përshe? Andaj, nëse është pakomat, që kështu duhet jetë, o fjallën kështu është realiteti, atër është haram. Pe harameve të më dha. Dhe nuk ka arsye burrit, as ti, e as kështë tjetër, nuk ka arsye, që kanë thonë ulemoja, dhe kjo është të qartë me Koran, me ajetet koranore, me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të marrë kredit me komat për shkak të firmes, për shkak të biznisit, asnjëherë. Me vra me hoqë ndëruar, natyrisht për komatën ka shumë me fol, por ne nuk kemi kohë më nalë me botim në vete. Haram për harameve të më dha, për haramat më thonë këtë dynja. Jam një vajzë 19 vjeçare fejuar, problemi jam është se unë të qohna jerëm, foli dhe qohna për dhomë, bëjna i sen ose dalë në koridor, dhe stash atë dritë edhe zmi del gjumi, tash po tutna me vazhdu qështu, kur të martona kam me menu që nuk jam mirë, jo, Allah në gjennet qoftë. Mos e të ka shumë, mos e të, Allah në gjennet qoftë se të kalen motër. Qështja më që jerëm është problem psikik, ma shumë është të dvegjlit, të adoleshentet edhe fëmija. Ty shtashit kohën tane fillovesh me të largu. Për atë arsye, mjekë kanë thonë në raporte kanë bë, se rreth 18% të njerëzve qohen jerëm edhe hecin natën. Por, kalën kjo me emër të Zotit. Kjo gradualisht kalën. Kjo gradualisht kalën me emër të Allahut Azza wa Jall. Pastaj kanë thonë, se shumicën e rasteve mu që jerëm ndodh pjesën e parë të natës. Pastaj është interesant se o zërë me nëzirë gjumin ati njeriu, do këtë që o qutë, a në realitet nuk është qutë. Syti ka qelë, pa nuk sheh. Nuk sheh. Nuk të sheh ty, nuk kupton që ti mundon që mendon që ajo është qutë, në realitet nuk është qutë, është fjetë. Dhe mundosh me nëzirë gjumin, se ti din që e ka ra me fjetë, anë pëse do këtë, sikur të me zdalë gjumi, por nuk mundesh. Pastaj, dhe zakonisht ai cili dhe qohet
njerëm nuk e manë men mas ndej që ka ndodhë. Ti e të keshe me ta, ai nuk e din që ka ndodhë. Për atë arsye është mirë, kësa rast me pas kujdes familja, për të fëmijë që të cilët qohen njerëm, me nejtë gati, mos me lënë derën që mos me lënë ka 2 shtratët, s'ka mundësi me dhe që rrafsh, rëzohet, e vrahet, për me lënë poshtë, me flejt dikush me të që ka gjumin e lehtë, e kalën, që mos ke dert motër, kjo është kaluse, kështu kanë thonë mjek, kjo kaluse. Kaluse është kjo. Të bën dua lut Allahun Azza wa Jall, por komo të kalu me emër të Allahut Azza wa Jall. Marrëm pyetjen e radhës, prap një vajzë, por kësaj radhe 20 vjeçare, dhe me thonë ai këtë 18 në ke 20, një moshë parafërsisht, jam e martuar me namaz fatkeqësisht se kam punë të mirë. Me namaz nuk i ke punë të mirë. Falem shumë rrallë. Sa herë që kam bë dua Allahut për diçka, ma ka plotësu dëshirën. Dhe unë sa herë ja kam dhënë fjalën Allah që du me falë namazin, se kam ajtë fjalën. Po ndihem shumë keq. Po tutna që po vdese, po më zanë funi jetës kështu ki gjendje, ku di unë, kësha lutë për Zot Zotit, shkrimet, pyetjet kur të bëni shkroni mirë. Lexo 2-3 herë, shkruaje mirë. Sepse mos e merr kohë këtu mu, me ta lexon ty mu kthy 2-3 herë on, se 200-500 pyetje mu kthy ka 2-3 herë, pse sa hatu ndohet. Kështu pyetjen bëni mirë, shkruani mirë, shqipdini me shkru, e pastaj na dërgoni. Allahun që na të qoftë. Punë të mirë si ki heq natyrisht. Qysh mi pas punë të mirë, kur jep Zotit besën, që kam më falë, e thënë besën. A për qëtë gishtin kry, që ke lutë Zotin të ka dhanë, ja ke dhanë besën se ke majtë. Allah e manë fjallën e vetë, atë se manë fjallën tane. E tani, qysh mi dalë Zotit për para? Qysh mi dalë Zotit për para? A nuk e tërpë, a nuk vjen marrë për Allahot? Unë vështire ka me kuptu. Vështire ka me kuptu, që është njeriu mund të jetoj pa namaz. Për muslimanin për plas, gjithmonë që beson ahiretin. Sa ai që nuk ka musliman, në zemra ti nuk rrej tik-tak nuk bëjnë për Allah. Dhe për të s'ndjen ai, s'ndjen kur gjo. Por për muslimanin, i cili agjeron, i cili thot la ilaha illallah, i cili falë namaz në herë, në gjuma, në taravih, në akshama, sabaha. Me qka e kënash njeriu shpirtin më shumë sa me namaz. Me qka ushqehet më shumë njeriu sa me namaz. Dhe kundërta. Nëse me namaz nuk e ushqen shpirtin, nuk e kënaq shpirtin, me qa do me kënaq? Me qka? Qysh me jetu njeri pa namaz? Qysh me dalë Zotit pa senin, gjysendin, veprën, amelin, punën, obligimin, farzin, detyren, kryesore që kënë këtë dënja. Qysh? Imagjina një njeri tepër e rëndësishëm për ty. Thuj kryetari familjes, thuj kryetari komunës, thuj kryetari shtetit, thuj s'është më rëndësi. Kryesor dikush që ka autoritet, t'ja është zakon shumë. Ti ka dhënë 100 detyra me kry. Por njana është më kryesore se të natyrët. Për shembull, thot, filan ditën, kemi bo këtë përgatitje, nisëran, kemi bo këto, kemi marrë çantën, këtu tesha, këtë parën, kuletën, biletën, bla bla, agjensinë, aeroplane, ku diun një 20-30 me pikat shënuara. Pastaj kemi hip në aeroplan, kemi shku hop në fund të dynjas. Dhe atjet për filani kemi kalu kështu, se kemi mësu, kemi studiu, kemi punu, bla bla bla, ku diun një 50 detyra. Dhe kemi ardhë, kur të vesh kemi më dha raport. Mas 5 vjetë, ecë. Kur thesh mas 5 vjetë i del për para, që ati
njeriut me autoritet madh. Dhe ta shajt pyet ran. Orna ama raportin. Qa ke bo? E ke qenë vend detyra që kam dhënë. Të janë nisë në tanën këtë anët, parën e mire, 2 e mire, 30 e mire, 80 e mire, 90 e mire, bla bla, mire. Por thot, kalzëm ti muhe, a shkova, nuk shkove. Se më diha ti e vesh ko që e vesh ze, e ke hangër, e ke pi, e ke marrë çantë, e ke marrë biletën, po të vete, a ke shku? Hesht, marrë a ke shku? Jalla si më shku. Pse? Ty be pritova. Po tjerë të këmë kryune. Tjerë të ke kry? Qatë qojnë pesh tjerët? Të kurse detyrën kryesore që ke kry. Dhe kundërta, nëse detyrën kryesore ke kry, por ka pak e qalu, ka pak nuk ju ke përmbajt 100% udhëzimeve, qoftë ka harruar, qoftë ka prituar, qoftë të kanë do kërëndësane, kanë një herë, ku dijune, por parimit kryesore ke përmbajt, ma shumë ka gjasa me ta falë. Me të falë të voglat, e sa të madhen. Tek ne, për detyrave tona që ne ka dhënë Allahu me Koran dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam me hadithe, nuk ka diçka që është më e madhe se namazi. Jo vallahi nuk i me gjetë dhe këtërin kiamet, krejt që të qitape ka pi lexoj, edhe 1000 herë ma shumë se që ka pi lexoj, e krejt qitape të dynjas për din islam që ka për flasune. Ka pi lexoj, nuk i me gjetë diçka që jamun, mas fjales la ilaha illallah, mas imanit, që jamun namazit. Nuk i me gjetë. Pra, detyra kryesore, emaneti kryesor për të cilën ka ardhur kjo dynja, është namazi, andaj namazin, o ju musliman, dhe kështu pejgamberi Zotit, sallallahu alaihi wasallam ka thanë, edhe fjalët e fundit jetës e tij, as-salah, 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 namazin, dhim të mëdha, për agonia vdekjes, njerëz po i dalin duq, dhimt, por namazin. Sikur se po dën mi avlan vasijetin, emanetin, e fundit umetit vet, namazin, mëselen i perizat Zotit. Andaj nuk bën me la namazin, Allahu mos na marr shpirtin ja Rabbi, e mi la namazet mangu. Ja Rabbil alamin. Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.